Qeverisë e Kievit prezanton plan për paqe. Përshëndetje të nderuar shikues. Sekretari Gjeneral i NATO-s ka nisur zyrtarisht vizitën e tij në Kosovë. Ashtu siç u paralajmërua, Mark Rutte fillimisht takoi presidenten Vjosa Osmani në zyrën e saj dhe në këto momente është duke u mbajtur një konferencë e përbashkët. Pa humbur kohë, do e ndjekim së bashku. Gjatë ditës kemi qenë të rinj ose fëmijë të cilët dolën t'i presim ushtarët e NATO-s, teksa ata po hynin në Kosovë dhe priteshin si shpëtimtarët tonë. Ata ushtarë sollën dritë në errësirën e një tragjedie njerëzore që po zhvillohej para syve të botës. Prandaj populli i Kosovës do të ketë gjithnjë mirënjohje të thellë për secilin vend aleat dhe për secilin ushtar, të cilët erdhën në mbrojtje të një populli që rrezikohej nga politikat e një regjimi hegemonist e genocidal. Për gjatë këtyre 25 viteve, së bashku me ju e kemi shndruar Kosovën në një shembull suksesi dhe një demokraci që angazhohet jo vetëm për të qenë përfituese e sigurisë, por në të njëjtën kohë edhe kontribuese e eksportuese e saj. Sot Kosova po kontribuan dhe është e gatshme dhe e apt për të rritur kontributin për stabilitetin dhe sigurinë anë mban botës, ashtu siç bota punoi për të na ndihmuar në momentet tona më të vështira. NATO është themeluar mbi vlerat mbi të cilat qëndron edhe vetë shteti ynë, prandaj edhe synimi ynë strategjik për antarësimin në NATO nuk është thjesht një interes shtetëror i yni, por edhe një domosdoshmëri strategjike për paqen dhe stabilitetin në rajon dhe në gjithë kontinentin evropian. Siç e thatë me të drejtë ju dje në Bosnjë-Hercegovinë, është me rëndësi që ky rajon mos të ketë vakume të sigurisë. Sepse siç ka dëshmuar historia, shpesh herë ato vakume janë keq përdorur nga faktorë malign, të cilëve nuk ju intereson paqja, siguria, por vetëm kaosi dhe jo stabiliteti. Për këtë qëllim, ne dëshirojmë të thellojmë partneritetin tonë me NATO-n dhe me të gjithë aleatët si shtete anëtare, duke zhvilluar çdo ditë më shumë ushtrinë tonë, forcën e sigurisë Kosovës, në një forcë bashkëkohore, profesionale dhe ndërvepruese me forcat partnere, në shërbim të paqes, stabilitetit dhe sigurisë kudo në botë. Kosova tashmë e ka arritur objektivin e NATO-s prej 2% të GDP-s për investime në mbrojtje dhe synojmë që në një kohë rekord ta dyfishojmë këtë përqindje të investimeve në sektorin e mbrojtjes. Për të arritur këtë, na duhet ta kemi bashkëpunimin edhe më aktiv me NATO-n dhe me shtetet anëtare dhe partnere. Po ashtu, Kosova së shpejti do të fillojë edhe me prodhim të municioneve dhe dronëve, duke e pozicionuar veten si një partner strategjik në fushën e mbrojtjes. Në këtë rrugtim ne jemi shumë të vetëdijshëm për sfidat me të cilat ballafaqohemi, në të njëjtën kohë edhe me kërcënimet që vazhdojnë të rëndojnë mbi sigurinë e Kosovës dhe të gjithë rajonit. Serbia fatkeqësisht vazhdon të minojë përpjekjet për paqe dhe stabilitet dhe nëpërmjet veprimeve hibride, grupeve kriminale dhe propagandës vazhdueshme e mbështetur edhe nga Rusia faktorë të tjerë dashakeq, Beogradi po synon të destabilizojë jo vetëm Kosovën, por të gjithë rajonin. Sulmet e viteve të fundit në veri të Kosovës, si dhe sulmen ndaj trupave të NATO-s në maj 2023, të organizuara dhe mbështetura drejt për drejt nga strukturat shtetërore të Serbisë, janë dëshmi e qartë e këtij rreziku. Prandaj prania e trupave të NATO-s në Kosovë nuk është vetëm një garanci për sigurinë tonë, por është edhe një barierë kundër çfarëdo lloji përpjekjeje për cënimin e paqes dhe stabilitetit, për të cilin të gjithë së bashku kemi punuar dhe sakrifikuar shumë gjatë. Ne i bashkohemi thirrjeve tuaja të përsëritura, thirrjeve të përsëritura edhe të NATO-s, edhe të Bashkimit Evropian nëpërmjet deklaratave publike për përgjegjësi sa i përket sulmit ndaj ushtarëve të KFOR-it në maj 2023 dhe sulmeve të tjera në veri të Kosovës, ku struktura të mbështetura nga Serbia lanë 93 ushtarë të NATO-s të plagosur, prej të cilëve 3 të plagosur rënd. Siç e kam theksuar edhe gjatë vizitës sime të fundit në NATO, mungesa e përgjegjësisë për autorët vetëm sa e ka inkurajuar Serbinë që të vazhdojë me sulme nëpërmjet strukturave të saj paramilitare.
Prandaj është më rëndësi që bashkarisht ta fuqizojmë prezencën edhe të personelit edhe të mjeteve për ta mbrojtur kufirin në mënyrë që të parandalohet si hyrja e grupeve terroriste ashtu edhe armatimit të tyre, të cilët kanë për qëllim krijimin e konflikteve në rajonin tonë. Ashtu siç e ka thënë miku juaj i mirë, dhe miku i madh i Kosovës, presidenti Donald Trump, politika e paqes nëpërmjet fuqisë, peace through strength, është ajo që do të kuptohet më së miri në këtë rajon, e sidomos nga ata të cilëve mund t'ju shkojë mendja që të përdorin veprime destabilizuese. Prandaj, i nderuar sekretar i përgjithshëm, ne do të vazhdojmë të jemi aleati besueshëm në luftën kundër kërcënimeve hibride dhe ndërhyrjeve të huaja, po ashtu jemi të gatshëm që të mbështesim infrastrukturën e NATO-s dhe të kontribuojmë në misionet e saj, duke forcuar më tej rolin tonë si eksportuese e sigurisë. Siç e theksova edhe gjatë takimit, stabiliteti i rajonit është shumë i lidhur ngushtë edhe me integrimin euroatlantik të vendeve të këtij rajoni. Kosova dhe qytetarët e saj ndajnë vlerat mbi të cilat është ndërtuar NATO. Është koha që Kosova ta ketë vendin e saj në aleancë për të kontribuar si një anëtare përgjegjshme dhe përkushtuar për stabilitetin dhe sigurinë globale. Në Kosovë, gjithnjë do të jeni si në shtëpinë tuaj, një shtëpi e ndërtuar në liri, edhe me kontributin e mira burrave e grave në uniformë të KFOR-it, mision ky që mbetet më i gjati, më i madhi, por edhe më i suksesshëm në historinë e NATO-s. Mision ky që dëshmon triumfin e shteteve demokratike e paqedashse, kur ato qëndrojnë të bashkuara rreth vlerave të lirisë dhe të dinjitetit njerëzor. Uroj që shumë shpejt Kosova të jetë ulur krah për krah me vende tjera anëtare të NATO-s si një partnere kredibile, serioze dhe pa lëkundur në përpjekjet për paqen dhe sigurinë globale. Ky popull, zoti sekretar, para 25 vitesh u shpëtua nga NATO. Tani mezi pret të qëndroj krah për krah jush në mbrojtjen e vlerave që janë themel i kësaj aleance që për ne u shndrua në mburoj të lirisë. Ju falenderit. Dr. Osmani, dear Joza, thank you very much for your warm words. It's a pleasure to see you here in Pristina today, in my first trip to the region as NATO Secretary General. I'm here to visit the personnel of our KFOR mission, together with all the permanent representatives of NATO's North Atlantic Council and KFOR operational partners. Our presence today is another concrete demonstration of the Alliance's steadfast commitment to lasting security across Kosovo and to regional stability. We just had a very useful discussion on the security situation here in Kosovo. Ndoqëm kështu konferencën e përbashkët e cila rrudhi pas takimit në mes të sekretarit të përgjithshëm Mark Rutte dhe presidentës së vendit Vjosa Osmani, më po një deklaratë të plot do të mund të ndiqni në emisionin frontal me Arsim Lanin. Kur u pyet Mark Rutte për Kosovën, tha se vendi ynë është i rëndësishëm për aleancën dhe se po presin formimin e qeverisë së re. Për këtë çështje sot prapë u pyet kryeministri Kurti nga ekipi i T7, por ai pati përgjigjen e njëjtë. Kryeministri një pyetje albën? Duhet të shkoj shpejt në zyrë. Do të fillojmë të diskutojmë në kënd të qeverisë? Një herë rezultatet dhe certifikimi tyre. Kjo që po pret Kurti me gjas nuk është diçka që përmbyllet shpejt, në qendrën e numrimit dhe rezultateve është duke
vazhduar rinumërimi i vendvotimeve sipas vendimit të KQZ-s i datës 10 mars 2025. Sipas të dhënave, deri në përfundim të ditës së hënë janë rinumëruar 13 vendvotime nga 50 sa është numri i përgjithshëm i tyre, për të cilat ka marrë vendim KQZ. Vendvotimet e rinumëruara deri më tani takojnë komunës së Vushtricë. Gjatë ditës së martë do të procedohet me rinumërimin edhe të vendvotimeve të tjera. Në mbledhjen e mbajtur më 10 mars, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve mori 2 vendime për rinumërimin e 50 vendvotimeve. Fillimisht KQZ mori vendim për rinumërimin e 15 vendvotimeve nga komuna të ndryshme të Kosovës, në të cilat është zhvilluar procesi i votimit më 9 shkurt 2025. Sipas rekomandimit të prezantuar nga Qendra e Numërimit të Rezultateve, gjatë pranimit të rezultateve në këtë qendër nga qendrat komunale të numërimit është hasur në mos përputhje të numrit të nënshkrimeve në listën e votuesve me numrin e flet votimeve brenda në kutitë e votimit të këtyre vendvotimeve. Flasim tani për një takim të rëndësishëm që ndodhi sot në Arabinë Saudite. Atje zyrtarët amerikanë dhe Ukrainas filluan bisedime derisa delegacioni Ukrainas e prezantoi një plan të pjesshëm armëpushimi me Rusinë. Plani Ukrainas përfshin ndalimin e sulmeve me raketa me rreze të gjatë dhe një armëpushim që mbulon detin e Zi. Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky, nuk po merr pjesë në takimin e së martës, por Ukraina përfaqësohet nga shefi i tij i personelit, Andriy Yermak, ministri i jashtëm Ukrainës, Andriy Sybiha, ministri i mbrojtjes Rustem Umerov dhe komandanti Pavlo Palisa. Zoti Yermak shkroi në rrjetin social X se takimi ka filluar në mënyrë shumë konstruktive. Bisedime pati edhe në Beograd. Presidenti serb Aleksandar Vučić është takuar me Donald Trump Jr., djalin e presidentit amerikan Donald Trump, sot në Beograd. Vučić në Instagram shkroi se ishte një bisedë e përzemërt dhe tha se folën për marrëdhëniet mes SHOBA-s dhe Serbisë. Një bisedë e përzemërt mes Donald Trump Jr., djalin e presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, rreth marrëdhënieve dypalqe midis Serbisë dhe SHOBA-s dhe temat aktuale që formsojnë skenën politike dhe ekonomike globale. Theksova rëndësinë e marrëdhënieve ekonomike dhe politike ndërmjet Serbisë dhe SHOBA-s dhe theksova rëndësinë e bashkëpunimit strategjik mes dy vendeve dhe projekteve të përbashkëta në vitet e ardhshme. Ky takim simbolizon angazhimin për forcimin e marrëdhënieve dypalqe dhe punën së bashku për të adresuar sfidat globale, ka shkruar Vučić. Donald Trump Jr. është biznesmen dhe nënkryetar ekzekutiv i organizatës Trump. Gjysmë vjetë më parë, në mars të vitit 1981, në Prishtinë shpërthyen demonstratat e studentëve me kërkesa sociale. Ato nisën si shprehje pakënaqësisë së studentëve shqiptar të Universitetit të Prishtinës, të cilët më 4 mars të vitit 1981 në mensën e studentëve brenda qendrës së studentëve në Prishtinë protestuan spontanisht ndaj kushteve të mira sipas tyre në të cilat jetonin dhe studionin atë kohë. Por më pas, më 11 dhe 27 mars, si dhe me 1 dhe 2 prill të vitit 1981, kërkesat fillimisht me përmbajtje sociale evoluan në kërkesa që shpërfaqnin pakënaqësitë politike, shoqërore dhe kombëtare. Në këtë përvjetor, kryeministri Albin Kurti ka kujtuar këtë ngjarje, duke thënë se studentët po protestonin kundër shfrytëzimit dhe pabarazive që shteti Jugosllavisë po bënte shqiptarëve. Në demonstratat e vitit 1981 u shfaq parulla Kosova Republike, e cila vazhdoi të shkruhej gjatë tër asaj dekade, herë plotë, herë si një akronim me 2 shkronja, KR. Shumë organizata politike legale fituan forcën nga demonstratat e vitit 1981 dhe nga trashëgimia e tyre, duke e mbajtur të gjallë shpirtin e revoltës popullore dhe të rezistencës për një Kosovë të lirë, ka shkruar ai ndër të tjerash. Haxhi Shala kishte bërë ankesë në gjykatën e apelit dhe në gjykatën supreme me arsyetimin se janë shkelur të drejtat e tij themelore me mbajtjen e tij në paraburgim, por që të dyja
vendosën kundër tij. Vendim të ngjashëm ka marrë së fundmi edhe gjykata kushtetuese. Ai kishte argumentuar se gjyqtari procedurës paraprake nuk kishte shqyrtuar lishmërinë dhe themelsinë e paraburgimit gjatë paraqitjes së tij të parë më 13 dhjetor 2023. Madje sipas Shalës, kjo ishte shkelje e të drejtave të tij për liri e sigurisë sipas Konventës Evropiane për të drejtat dhe liritë themelore të njeriut. Paneli ka konstatuar kërkesën referuese të pranueshme, por megjithatë arriti në përfundim se paraqitja e parë e Shalës ishte kryer në pajtim me Konventën Evropiane për të drejtat dhe liritë themelore të njeriut. Paneli gjithashtu ka theksuar se Shala ishte informuar mjaftueshëm për arsyetimin e gjykatësit të procedurës paraprake lidhur me paraburgimin dhe i u dha mundësia të shprehte mendimin e tij. Ndërsa Gjykata Supreme e Kosovës ka marrë vendim që të lënë në fuqi vendimin për rastin Shaban Gugajt, i cili u dënua për vrasjen nga pakujdesia të agonistitetit. Me vendimin e 27 shkurtit 2025 të siguruar nga betimi për drejtësi, ky institucion e ka refuzuar kërkesën për mbrojtje të ligjshmërisë të parashtruar nga zyra e kryeprokurorit të shtetit, duke lënë në fuqi vendimin e gjykatës themelore në Pejë dhe atë të apelit, me të cilët Shaban Gugaj ishte dënuar për veprat penale, vrasjen nga pakujdesia dhe mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve që viktime vrasjes ishte agonist tetaj. Paraprakisht gjykata apelit dënimin me burgim nga 7 vite e 6 muaj sa e kishte dënuar Gugajn, shkalla e parë e kishte ulën 6 vite e 6 muaj burgim. Kundër vendimeve të themelorës dhe apelit, kërkesë për mbrojtje të ligjshmërisë ka parashtruar zyra e kryeprokurorit të shtetit dhe atë për shkelje esenciale e shkelje të ligjit penal me propozim që Supremja të anulloj vendimet paraprake. Kosova përballet me mungesë serioze të kapaciteteve institucionale në menaxhimin e rreziqeve klimatike, sidomos në përgjigjen emergjente, koordinimin mes institucioneve qendrore dhe lokale, si dhe në burimet financiare, kështu thonë gjetjet e një raporti të publikuar sot. Kosova gjithë më shumë po ballafaqohet me pasojat e ndryshimit të klimës. Kosova nuk ka kapacitete institucionale të mjaftueshme për të përballë me këto ndryshime që kisha më thonë shpejta të klimës. Gjetjet kryesore i kemi paketu në 4 në raport, në draft raportin që keni mujt me e pa përmes QR kodit. Nëse dikush nuk e ka të qasshëm QR kodin, mundemi mjo për cilë kopje fizike. Janë këto, kemi sistemet të reagimit të cilat mungojnë në kuptimin që nuk ka burime dhe kapacitete të mjaftueshme teknike dhe resurse njerëzore të përgatitura për reagim ndaj fatkeqësive natyrore. Kemi koordinim të dobët ndërinstitucional në nivelin qendror, por edhe të dobët në nivelin nacional dhe lokal, kur vije fjala tek hartimi apo funksionalizimi i mekanizmave për mbikëqyrje dhe Do të lajm dorës 15 mirupafshim në edicionin e radhës.